Jo vetëm për punën që bëni si gazetar, por mbi gjitha punën investigative që bën emisioni juaj Plug dhe emisioni tjetër Piranjat, që vetëm sikur denoncimet e Plugut dhe të Piranjave të ishin marrë nga prokuroria e posaçme, këtu do kishte rënë shteti me kohë. Dhe në fakt po faktohen të gjitha denoncimet që bëhen në Syri TV dhe në 2-3 media tjera të vogla që kanë kurajo sot flasin kundër qeverisë, por Syri që i ka këto media investigative dhe emisione investigative, të gjitha këto po të ishin marrë në kohë, do të ishin kursyer qytetarëve të Republikës së Shqipërisë qindra milionë euro. Të t'jap një të dhënë, ka dalë dje nga mbledhja e Këshillit Bashkiak. Të njëjtat procedura tenderimi që janë bërë në vitin 2024 me Erion Veliajin kryetar bashkie, të bëra në vitin 2025, kur Erion Veliaj ka qenë vetëm një muaj kryetar bashkie, sepse është arrestuar në datë 10 shkurt, i kanë kushtuar qytetarëve shqiptar, qytetarëve të Tiranës, të paktën 37% më pak në shumë absolute të parave. Çfarë do të thotë? Me një buxhet prej rreth 400 milion eurosh, me një vit që Erion Veliaj nuk shkon në zyrë, me 11 muaj, qytetarëve të Tiranës i është kursyer, 148 milion euro. E kupton çfarë do të thotë? Pra ka qenë një hajdut në zyrë, që të njëjtat procedurat tenderuese që janë bërë në 2024-ën, janë bërë dhe në 2025-ën, por kur hajduti ishte në zyrë, këto kushtonin 148 milion euro më shumë. Dhe po të shohësh këto mediat që paguajnë këto çunat, asnjë nuk Vizberberi me shok, të gjitha i sheh që thon fajin e ka PD-ja, po qeverisë keq PD-ja, po vjedh qytetarët PD-ja, se nuk janë bërë zgjedhje në grup seksioni numër 3, njësisë numër 9 në Tiranë, dhe ky është problemi se opozita nuk është gati, PD-ja nuk është gati. Ndërkohë këtu ke një band hajdutësh. A kjo është gjithë kjo narrativës medias që merret me opozitën, ndodhi kjo, ndodhi ajo, sepse kjo është përgjigja. Gjatë gjithë kohës, pra gjithë paguhen me paratë e shqiptarëve. Patjetër, dhe un kam ndjekur edhe një status ditën e djeshme të Qimpekës që në fakt unë po pres për qenë korrekt, po pres ta shoh se episodin e saktë, por që flitet për një media tjetër që ka përfituar para nga një prej loteve, që në fakt prodhoi një nga fake newset më të mëdha për një darkë që supozohet kishte ndodhur mes eksponentëve të Partisë Demokratike me qeveritar, e cila ka qenë një fake news ordiner i hedhur në studio televizive. Çdo ditë ju shihnin mediat kombëtare dhe jo vetëm, dhe në media tjera, në panelet e mbrëmjes të kritikohet opozita, të shahet PD-ja, të shahen qytetarët që mbështesin PD-n dhe të glorifikohet ky pushtet i Edi Ramës, që në fakt janë mbyll gojën të gjithëve me lek. Përshtypërisht gjithë analistët rezultojnë që paguhen nga qeveria. Ose punojnë ke Usjellësi i Tiranës një pjesë, po ta mbash mend, një pjesë e analistëve dhe artistëve. Këllishi. Sepse akoma po të shohësh, kam parë një artikull shumë interesant para 2 ditësh, po të shohësh ke akoma artistë që përfitonin qindra milion lekë nga projektet artistiko-kulturore të Erion Veliajit, që akoma një hajduti, një banditi si Veliaj futen nëpër komente dhe i shkruajnë forca Lal. Bravo Lal. E drejta është me ty. Për çfarë? Që është hajdut, që ka vjetë lekët e fëmijëve shqiptarë. Këllishi kemi parë dhe fishek zjarre në këto. I parë dhe Durrësi, i parë dhe ke Burgu Durrësit. Se tu hedhin fishek zjarre dhe shpëtojnë hajdutët. Kështu që kjo çmendin duhet marrë fund një orën parë. Dash dhe instanca tjera të shtetit të drejtësisë kanë denoncuar se në sektorin e ndërtimit injektohen parat e krimit të organizuar, Sinaloa, Ndrageta e të tjerë. Ju bë denoncimi se 300 apartamente flitet që rezultojnë në emër të Belinda Ballukut. Sa rëndon pozitën e saj, edhe në mënyrë të tërthorë. Sa rëndon pozitën numër 2 të shtetit. Sepse këtu bie që jo vetëm ka këtë pasuri, por edhe ka bashkëpunuar me paranë. Unë falenderoj për pyetjen që bën, sepse është një nga pakta çështje, kam përshtypjen unë që një qytetar i zakonshëm, që nuk nuk shpenzon shumë kohë për të ndjekur lajmet apo aktualitetin, po sikur 5 minuta në ditë apo 10 minuta në ditë kohë të shpenzoj për të parë lajmet, arrin ta perceptoj. Sot një çift i zakonshëm shqiptar, një çift i ri, do t'i duhen të paktën 64 vite për të blerë një apartament. 2 dhomë kuzhinë në Tiranë, sepse e kanë të pamundur me pagesat aktuale dhe me rrogat aktuale. Nëse e bleni bigjet mos hajnë bugj. Po 64 vite kursime për ta bërë këtë punë. Dhe ndërkohë kanë minimumin jetik vetëm për të ngrënë bukë, tha dhe ujë të pinë. Mos vishen, mos jetojnë, mos paguajnë energji elektrike, mos keni makinë të vogël, mase me leasing, apo të keni mundësi të lëvizin të bëni një pushim fare, vetëm të jetojnë për shtëpinë. Ndërkohë që numri 2 i qeverisë flitet ndosje se ka posedon të paktën 300 apartamente në territorin e Republikës së Shqipërisë. Imagjinoni për masën e vjedhjes që është bërë qytetarëve shqiptar. E kuptojnë kjo ka një gjë, kjo ka një tregus. E kuptojnë qytetarët pse nuk bien çmimet tu?
Se nuk bie çmimi i metrit katror të apartamenteve. Jemi vendi në rajon me çmimin më të lartë për metër katror të apartamenteve në Tiranë. Një çmëndi, një flusk që e kemi thënë sa herë, e cila vjen për shkak të injektimit parave të pista, të korrupsionit dhe drogës në sektorin e ndërtimit. Ne kemi qenë në këtë studio ku kemi denoncuar së bashku kompani të cilat hapen, kanë kapital themeltar 1.000 euro dhe çuditërisht fitojnë leje ndërtimi për projekte të paktën në vlerë 20 apo 25 milionë euro. Po ku ka njeri normal, qytetar normal, që nuk e kupton që ky është pastrim paraje? Që njerëzit e botës krimit, që dje bërtiset Aulan Balla në sallën e parlamentit për diasporën, po në fakt ai dje krenoi për diasporën e Dubait, ku janë të gjithë. Diaspora e Dubait është diaspora më e fortë e Partisë Socialiste, sot që flasim, grupi i interesit më i madh. Çunat e Dubait. Çunat dhe diaspora e Dubait, ata kanë investuar miliona euro në këtë sektor dhe janë këto para Arnold që shkojnë për të bler vota. Pra vjedhim shqiptarët për të vjedhur zgjedhjet dhe vjedhim zgjedhjet për të vjedhur shqiptarët. Ky